Për këto dhe të tjera, bashkëbisedoj me zotin Kreshnik Çollaku. Përshëndetje. Përshëndetje. Ta nisë një pyetje të përgjithshme për ta kuptuar njëherë mendimin tuaj dhe si këshilltar i zonjës Osmani, se çfarë realisht ka ndodhur dhe çfarë shkaktoi këtë krizë? Edhe një korrigjim të lutem, gjykata kushtetuese ka pezulluar, ka dhënë një afat, si dekretin për shpërndarjen e kuvendit, po ashtu dhe çdo veprim të parlamentit të kuvendit. Pra të thuaç është një pezullim i çdo aktiviteti, qoftë asaj që kërkon shumica në parlament të zhvillojë procesin, qoftë dekretin për shpërndarjen që ka prezantuar presidenti. Kështu që pezullimi i gjithë aktorëve, të themi, vjen nga gjykata kushtetuese deri në marrjen e një vendimi përfundimtar të se si do të zgjidhet kjo histori. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që Kosova përballet me një moment detyrueshëm nga pikpamja e zgjedhjeve kushtetuese, zgjedhjes presidentit të vendit. Presidenti në Kosovë zgjedhet me 61 vota në një shumicë thjesht në parlament, por kërkon detyrimisht praninë në të treja raundet e vlefshme të 80 deputetëve në sallë. Pra, patjetër një proces që përfshin edhe praninë në hartën aktuale politike, kërkon edhe prani të një numri prej të paktën 13 deputetësh nga opozita. Me sa duket ky proces u la deri në orën e fundit të skadimit të këtij afati, që data 5 mars, parlamenti dështoi dhe presidentja në vlerësimin e saj shpërndau parlamentin dhe përgatiti filloi procedurën siç e detyron dhe kushtetuesa në mënyrë automatike të shpalljes së zgjedhjeve. Kushtetuesa e Kosovës detyronte që presidenti i ri duhet me detyrim të ishte i zgjedhur 30 ditë para skadimit mandatit presidentit aktual. Presidenti aktuale mandati skadon datën 5 mars, kështu që në datën në 5 prill, që në datën 5 mars duhet të ishte në mënyrë automatike i zgjedhur presidenti i ri. Kjo nuk ndodhi, kështu që vendi shkon drejt zgjedhjeve në bindjen kushtetuese të presidentes, edhe bazuar në atë çfarë si e lexojmë të paktën. Po. Për çfarë lufton sot Vjosa Osmani? Kjo betejë tashmë që ka nisur tashmë, ku na çon? Osmani s'ka nisur ende asnjë betejë. Vjosa Osmani është presidenti i Republikës Kosovës. Betejë politike. Vjosa Osmani ka patur detyrimin, jo, nuk ka ende asnjë betejë politike të filluar. Nëse ju duket kjo betejë politike, s'keni parë gjë akoma çfarë vjen mbrapa. Është ende presidente, respekton pozicionin e presidentes. Lidhur me çështjen e dekretit kishte detyrim kushtetues të dilte i dekret, po të mos nxirrte dekretin do të kishte bërë një shkelje kushtetuese tjetër, ose të paktën dhe aktorë të tjerë kanë aluduar në këtë drejtim, kështu që në bindjen e saj ka bërë një detyrim kushtetues dhe kushtetuta përcakton qartë që 30 ditë përpara duhet të jetë presidenti i ri i zgjedhur, 30 ditë para skadimit mandatit presidentit aktual, ose në kundër bën të shkohet në zgjedhje. Kjo është situata. Qartësisht për të mos e fshehur unë, sepse kur themi që presidenti Osmani nuk po bën politikë, është ende në detyrat e saj institucionale presidenciale, por tash nuk po flet më këshilltar presidentes, po mund të flas për eleve të flas edhe si duke bërë një lloj analize. Po në Kosovë ka një ngjarje gati tronditse politike. Binomi, siç jemi mësuar gjithë ta shohim dhe ta mbështesim, Osmani Kurti, Vjosa Albini, binomi i cili prej kohësh duket si një fuqi e papërballueshme politike në Kosovë, duket se ka psuar një thyrje të rëndë dhe distancimi, po duket se po shkon në një fazë pakthim. Momenti i rizgjedhjes presidentit e dëshmoi këtë. Siç përkundër të gjithë prisnin dhe përkundër çdo premtimi apo marrëveshje apo fjalë apo bese të thënë midis palëve, presidenti Osmani në momentin kritik të rikandidimit, ajo shprehu ambicien për një mandat të dytë, i mungoi vullneti dhe votat e Partisë së Zotit Kurti, bashkëalatit të saj për një periudhë, për një dekade. Dhe mendoj që kjo është çfarë ndodhi në planin e ngjarjeve. Pastaj po të analizojmë pse si gjyshtek është një bisedë më e gjatë. Ja kanë vënë analistët e tjerë kanë vënë
performancës zonjës Osmani dhe një lloj xhelozie, sa ne kur e përdorin fjalën xhelozie, e përdorin për gjërat vogla, po që shkon në ato nivele që mund ta eklipsonte Albin Kurti në arenën ndërkombëtare. Se di sa qëndron, po të pyes pak zot Çollaku për atë që nuk e përjashtoj, por nuk mendoj që është thelbi i thelbit. Në fakt, në bindjen time, se cilë është i lirë të ketë bindjen dhe veta. Në bindjen time, të gjitha janë, por nuk është thelbi i thelbit. Unë mendoj që në thelb të thelbit, kjo do ndodhë, do kuptojmë pasi edhe aktorët do t'i tregojnë gjithë proceset. Thelbi i thelbit, unë mendoj që është një lloj distancimi i një bashkimi i cili ishte parimor, i fort, pragmatist, por jo ideologjik. Se cili po kthehet në ideologjinë e vet. Zoti Kurti është një i majt, zonja Osmani është një djaft, rrugoviste pastër, një i majt në Kosovë, për atë filozofi që ka Kosova, ndikohet pak nga një lloj fryme sovraniste apo konsideron marrëdhëniet me aleatët dhe në këtë rast ndarja kryesore, dallimi kryesor, ta themi hapur në mbetët e SBA, për filozofinë që për një lloj një rrymë të filozofisë në Kosovë dhe që përfaqësohet nga në nivele ndryshme nga njerëz dhe vendosjes mbasi edhe di filozofi politike, SBA ngelet një partner, por marrëdhëniet do të jenë të një lloj reciprociteti të kushtëzuar. Mbase jo drejt për drejt e Kurti, po të tjerë afër tij, promovojnë idenë se sa më sovraniste të jetë Kosova edhe në raport me SBA-n më mirë është, se ndërlidhja e fortë ka shi SBA-s është një sjellje prej një vendi kolonialist. Pra, ndërsa të djathët, linja rrugoviste, ku përfaqësuese qartë besnike e saj është Vjosa, mendojnë që marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të pakushtëzuara, është një marrëdhënie strategjike, domosdoshme, jetike për Kosovën dhe nuk duhet është një marrëdhënie e cila nuk mban asnjë lloj kushti, pra është pakushtëzuar. E unë mendoj kjo është në pikpamje ideologjike, kjo është çfarë është ku po shkon thelbi. Pra linja kuqe vije kuqe që ka ekspozuar për plasjen apo ka shkaktuar këtë divorc politik të themi, është çështja e qasjes në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në mënyrë më konkrete, bordi i paqes duket se ishte ajo pika që që ekspozoi këtë tendencë për të shkuar secili në boshtin e vet, në profilin e vet identik, politik dhe ideologjik. Vjosa është një djathtë, Albin Kurti mbetet një majt dhe edhe pse kaluan një bashkëpuntim. Po, i bie që po ja hap LDK-ja dyert zonjës Osmani, se ka indikacione, ka sinjale të kësaj Në shumë herë për të folur për këto gjëra, kalkulime, çfarë po ju them është që ndarjen në mendimin tim po ju them, ndarjen e krijoi ky identitet i ndryshëm i të dyve, dhe bordi i paqes dhe marrëdhënia me Shtetet Bashkuara, marrëdhënia me presidentin Trump, angazhimi i Kosovës për në paqes ishte si thua ingredienti që e krijoi këtë reakcion kimik midis të dyve. Pra midis një politike që kërkon një lloj distance, ekuidistance me aktorët ndërkombëtar, ku përfshin dhe SBA-n si çdo aktor tjetër, ku duhet në mënyrë ekuidistante të trojnë marrëdhënie, dhe të një filozofie politike dhe ideologjike po doni si e Vjosës apo e djathtëve apo e rrugovistëve apo e demokratëve, ku SBA shihet si partner strategjik i padiskutueshëm dhe marrëdhënia me të është etike dhe ndërvarësia duhet të jetë pa kushtëzuar. Pra këto janë dy linja politike. Pra nuk është e vërtetë që është hapur një derë nga LDK-ja? To janë thashë theme akoma kuriozitete, akoma të natyrës politike. Kam dëgjuar kryetarin e LDK-s, i cili ka folur për një projekt të bashkimit të djathtës, për një rithemelim të themi, për një rikrijim të një fryme bashkuese të LDK-s, është zakonisht shumë e mirë në mendimin tim, është interesante nga ana politike, por duke bërë unë këtë koment mbi deklaratat e kryetarit të LDK-s, nuk mundet kjo të jetë një paralele me qëndrimin e presidentit. Presidenti deri në datën 5 mars është presidente dhe nuk mund të angazhohet as në llogari politike dhe as në angazhime politike të asnjë lloji. Teksa Vjosa Osmani foli për Albin Kurtin si njëri me rrezikshmëri, pra për rrezik, dhe Albin Kurti u pyet, kjo nuk u sqarua asnjëherë, po ndoshta është në kuadër të retorikës dhe nuk e di çfarë interesi ka. Dua një mendim nga ju, se një analist, asaj se që
transmetua si një sulm që erdhi nga Grenell për Osmanin kur tha që ajo thot gjithçka për mbjetesën e saj politike. Pra pati disa indicje për sa i takon marrëdhënieve përtej Kosovës. Kush është e vërteta? Janë gjitha teori konspirative, përgjithsisht unë nuk jam natyra që i besojnë teoritë konspirative, sepse mendoj që teoritë konspirative përgjithsisht janë njerëzit ose pa informuar ose që nuk mendojnë shumë thellë. Asnjë lidhje nuk ka, Grenell është në punë vet, ka një jetë vetën, nuk ka asnjë lidhje me situatën në Kosovë. Presidenti Osmani ka një raport të shkëlqyer me administratën e presidentit Trump, të shkëlqyer dhe do të thoja të pak krahasueshëm me çdo lider të rajonit të Ballkanit Perëndimor, por mbas edhe një çik më gjerë. Do të shkoja edhe në Evropën Juglindore, tregatë liderësh që kanë këtë raport me presidentin Trump dhe Shtëpinë e Bardhë, një ndër këto është presidenti Vjosa Osmani. Dhe po doni edhe pak në këtë nga lindja e mesme, nuk bën më shumë, nuk bën 10 lidera të cilët presidenti Trump e ka një miqësi personale, afri personale dhe një ndër këto në një pjesë të madhe të hemisferës është presidenti Vjosa Osmani. Për këtë është një aset i jashtëzakonshëm për Kosovën, por edhe për shqiptarinë. Kështu që besoj këto historitë me Grenell, me këtë tjetrin të Tiranës, janë histori totalisht që mbajnë konspiracionin e atyre që refuzojnë të arsyetojnë, shohin faktet. Nga një segment i propagandës mendohet se janë përdorur në Kosovë për ta baltosur presidentin Osmani, duket se ka një sulm të paprecedent karshi saj në rrjetet sociale me profile falso, duket një industri e ngritur tani më në këmbë. Do thoya që natën që është kryer ndarja që ka patur përplasjen finale midis debatin, do themi final me kryeministrin, me presidentit, Prishtina është gdhyer të nesërmen me grafite me fotografinë e presidentit Trump dhe zonjës Osmani me sloganin bashkëpunëtor në genocid. Pra ka një lloj frymë anti-amerikane që nuk pa akuzoj këtu as vendosjen, as drejtuesën e saj, por në kontekstin e gjërave këto teoritë e konspiracionit lidhin Grenell, Ramën, që takoj këtë pse ishte atje, këto grafitet në formuaret e Prishtinës, duket se ka një lloj tendence, përpjekje për të mos parë çfarë është fakti, por për të ndjekur ndaj konspiracione totalisht të pavlerë. Nuk kanë asnjë lidhje, as Grenell, as njeri, as kanë mundësi të kenë me këtë situatë. Ju them, presidenti Vjosa Osmani është në komunikim të drejtë për drejtë me Shtëpinë e Bardhë, të drejtë për drejtë, po ju citoj, dhe marrëdhëniet janë të nivelit të jashtëzakonshëm. Që do të thotë dhe hapat protagonizëm. Po, dhe do të thotë që hapat e saj që ka ndërmarr janë të rakorduara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Shtëpinë e Bardhë apo jo? Vjosa Osmani është në komunikim të drejtë për drejtë, po them, me zyrën e valle të presidentit Trump. Drejtë për drejtë. Dhe komunikimi i fundit Ndase si jam autorizuar t'ju them, po ka ndodhur vetëm para disa orësh. Në mënyrë të drejtë për drejtë. Çdo gjë presidenti Osmani ka qenë një projekt shumë i madh politik i saj, në zhvillim me Shtëpinë e Bardhë, me presidentin Trump. S'është sekret t'ju them se me antarësimin e Kosovës në bordin e paqes, projekti ambicioz i presidentit Osmani të rakorduar me Shtëpinë e Bardhë dhe me sekretarin e shtetit Rubio, kanë qenë për minimumit paktën 20 deri në 30 njohje të reja të Kosovës. Në takim me sekretarin e shtetit, presidenti Osmani ka folur një për të gjitha këto vende dhe politika dhe si do të koordinoheshin procesi. Jam dakord me këtë, po kjo e bordit paqes është një gjë. Dhe një gjë tjetër është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kenë interes për të ndikuar, për të mbështetur Vjosa Osmani në këtë zhvillim të ri politik për Kosovën. Po thoya marrëdhëniet e presidentit Vjosa Osmani janë lidhur drejt për drejt me Shtëpinë e Bardhë, me sekretarin e shtetit. Në takimin e saj me sekretarin Rubio janë diskutuar në mënyrë konkrete strategjit për rreth 30 njohje të reja, po ju them. Dhe me këto 30 njohje të reja, nëse do të ndodhnin, apo kur të ndodhin, nuk do të kishte më nevojë, pastaj do të rrëzojë 2/3 edhe TOKB-s, do të ishte marrë numri kritik i njohjeve. E kush ka goditur presidentin Osmani, pikërisht në thelb ka dashur të refuzoj apo sabotoj këto procese etike për Kosovën, që nuk mendoj janë aktor brenda Kosovës, mendoj çfarë ndodh brenda Kosovës është pasojë mbase shumë të lumtur, besoj që do të jenë në Beograd në rast se presidenti Vjosa Osmani e vetmja lider në Ballkanin Perëndimor, me këto marrëdhënie me Bardhë do të rrëzohej.
por nuk ka rëndësi, Kosova ka një sukses konsoliduar, mbasi jo nga presidenca. Kjo mund t'jetë, këto njohje të reja mund t'jenë agend për Kosovën, apo lidhen domosdoshmërisht me Vjosa Osmanin? Lidhen me afrim. Se mund t'jenë agend? Po t'jenë agend, do t'uet kishin qenë më përpara, ose mund t'i shojmë nëse do t'jenë më mbrapa. Shpresojmë t'jenë. Por lidhen në mënyrë të drejt për drejt me afrim, miqësinë dhe marrëdhënien e shkëlqyer që presidenti Osmani krijoi me administratën Trump, sekretarin e shtetit Rubio, zyrën ovale, ku jo thash Afria është në këtë nivel sa janë diskutuar këto projekte shumë të mëdha në Kosovë, cilat ishin një betonim përfundimtar i suverenitetit të Kosovës. Ju ndër të tjera keni edhe një eksperiencë në marrëdhëniet me jashtë, por edhe si politikan. Do ta bëj pyetjen shumë thjesht. A është Kosova në stadin e zhvillimit të saj sa amerikanët fal kësaj misie apo komunikim të drejt për drejt, se unë i thash misi, ju thatë komunikimi drejt për drejt me Rubion edhe me shtëpinë e bardhë me Donald Trump të ndikojë në zhvillime politike madhore atje? Pra mundet nëpërmjet ambasadave të diktohet ky vizion që shkon nëpërmjet Vjosa Osmanit? Për administratën të presidentin Trump për Shtetet Bashkuara, jo pse e themi ne, po në mënyrë të qartë dhe deklaruar, është shprehur mbështetja në mënyrë të drejtë për drejtë personale, në të paktën 2 apo 3 letra presidentit Trump publike, është mbështetur personalisht, është shpresuar të vazhdojë bashkëpunimin personalisht me të, komunikimet vazhdojnë, por sigurisht edhe Bashkuara nuk mund të ndërhyjnë në asnjë lloj, nuk është e pa imagjinueshme të ndërhyjnë në procese të brendshme politike. Ky është një proces i brendshëm politik i Kosovës dhe Shtetet Bashkuara në asnjë lloj nivele nuk mund ndërhyjnë, as nuk pres asnjëri që të ndërhyjnë. Po si mund ta maksimizoj këtë miqësi Vjosa Osmani? Si mund ta maksimizoj këtë miqësi kur është vënë blok? Misia e Vjosa Osmanit si presidenti, por dhe personalisht me aktorët kryesor të administratës Trump, është një me cilën e përfitoi Kosova, përfitoi me 4 njohje, një ndërtoi një njohje jashtëzakonisht e madhe që është Siria. Përfitoi me anëtarësinë e Kosovës në Bordin e Paqes, 20 vende të tilla anëtare të Bordit të Paqes nuk e njohin Kosovën, me anëtarësimin ka një projekt për ta njohur në mënyrë imediate të shpejtë, afritë të tjera me Shtetet Bashkuara. Fatkeqësia e Kosovës është që goditet që konjunktura politike në Kosovë pa mundson një figurë të tillë si Vjosa Osmani të vazhdojë këtë mandat, i cili nuk përfitonte Vjosa, do të përfitonte në mënyrë eksponenciale stabiliteti, suvereniteti, integriteti të Kosovës. Sigurisht kushdo që do dhihet në të zyrë, do bëjë përpjekjet e veta, do ketë patjetër mbështetjen e presidentit, do ketë mbështetjen e kësaj pune, por siç nuk janë 2 njerëz identike dhe nuk janë 2 procese identike, kështu që hyn në një zonë rreziku apo ende pa dije Kosova se si do të jetë profili i presidentit të ri, do çfarë fuqie do të ketë, do çfarë mandatë do krijojë. Ndërsa me Vjosën kishte një segment të sigurt suksesi dhe marrëdhënie tani më të konsoliduar. Por ju a them njerëz do të keq kuptojmë, nuk ka asnjë lloj, as nuk imagjinohet që të ketë asnjë lloj ndikimi të asnjë niveli të administratës amerikane në zhvillimet e brendshme politike në Kosovë, sikundër në Kosovë, sikundër në asnjë vend. Kjo është e pa imagjinueshme. Çfarë ndodh në krizat politike në Kosovë, që është e brendshme e Kosovës. E kuptoj. Dhe në çfarë procesi do të përfshihemi tani pas kësaj, sa nisëm me gjykatën kushtetuese që ka paralizuar thjesht çdo veprim atje dhe si pritet vendimi i gjykatës kushtetuese mbi dekretin e presidentes. Në rast se dekreti siç vlerëson presidenti do të jetë i konfirmuar dhe nga gjykata kushtetuese, zgjedhjet mbas kushtetues do të mbahen për 45 ditë. Pala tjetër pastaj shumicës parlamentare kërkon një interpretimin e një procesi 60 ditor, pastaj përjashtuar dhe nga një muaj tjetër, pra që me sa duket në mungesë totale të një konsensusi shkojë drejt zgjedhjeve. Pyetja është datës kur do bëhen zgjedhjet. Në rast se sipas dekretit presidentes i bie të bëhen për 45 ditë. Sipas kërkesës së majorancës mund tentojnë të shkojnë deri 60 apo 30 ditë kohë. Që do të ketë zgjedhje, duket se do të ketë zgjedhje. Çështja është ndan se kur do të bëhen këto zgjedhje dhe kur do të dekretojnë këto zgjedhje.
Është deri diku e paqartë nga mënyra se si do të vijohet më tej, por nëse Vjosa Osmani do të përcaktoj dënimi i gjykatës. Po nëse se unë po dalë tani në mënyrë hipotetike, sikur si ishte diskutuar më herët, dhe kam indicje që nga Kosova, analizat atje më thonë që nëse do të zgjidhej nga edhe ata që janë kundër, që janë me Albin Kurtin, se do ta them këtë, më thonë që nëse do të zgjidhej nga populli, pra ajo që u kërkua dhe su realizua, Vjosa Osmani me këtë mbështetje që ka me Donald Trump, sepse bordi paqes që ai që kulmoi, le të themi, këtë marrëdhënie të afërt tyre, mund të zgjidhesh presidente, por kushtet nuk janë të tilla. Është e vërtetë, mendon këtë? Po jo them unë këtë. Në rast se do të kishte një votë popullore, si mas sondazheve tona dhe institucione të besueshme, mbështetja popullore për një mandatim të dytë të Vjosa Osmani si presidente shkon nga 70 deri në 80% të gjithë popullatës Kosovë. Kjo ka qenë rejti i mbështetjes publike popullore. Edhe në parlament, për mos u hyrë komploteve politike, në parlament, në rast se do të ishte kandiduar nga lëvizje vendosje, me mbështetjen e lëvizjes, sigurisht, e votave. Zonja Osmani, unë mendoj presidente sot do të ishte Vjosa Osmani, nuk do të ishte në këtë krizë. Sepse Vjosa pikërisht arriti të garantoj atë çfarë ishte marrëveshja, apo marrëveshja e fjalës gentlemane e besës me vetëvendosje, ku ju garantuan mbështetja e votave të vetëvendosjes, në grupit të saj për 66 votash në sallë, dhe çfarë duhej për ta bërë kushtetuese zgjedhjen prania e 13 deputetëve nga opozita. Këtë mbështetje, pra prani të dakordsi për të mbledhur në sallë, Vjosa Osmani realizoi për të paktën mbi 20 deputet, të cilët i garantuan personale që do të qëndronin në sallë dhe do të bënin kushtetuese zgjedhjen e saj. E pikërisht në momentin kur Vjosa Osmani komunikoi kryetarit të vendosjes gatishmërinë apo këtë punë se garantohet zgjedhja nga opozita, pikërisht në moment zoti Kurti e tha që nuk ishte në planet e tij për të rizgjedhur në mënyrë çuditshme, duke në mënyrë befasuese për të gjithë, me thënë drejtën, dhe se kishte alternativa të tjera. Në atë moment, kjo çështje për sa i përket presidentes mbaron, dhe çfarë nga i moment e mbrapa janë përpjekjet për bërë kandidat të tjerë, këto që keni parë, edhe blokimi i seancës. Tani, nuk e di pse ka kaluar pa shumë vëmendje, unë gjatë këtyre ditëve e kam trajtuar, po shumë pak për hir të vërtetës. Dua të flas këtu pikërisht për përfshirjen e vendeve kandidate në tregun e përbashkët, dhe që lidhet me një letër të kryeministrit Rama dhe Vučić për në Bashkimin Evropian. Si e sheh? Çfarë është ky çollaku? Kjo iniciativë, se nuk është thjesht letër. Në mënyrë personale, se s'dua të përfshi as institucionin apo funksionin e zyrës që unë punoj, por realisht si një njeri që kam ndjekur marrëdhëniet Serbi, Shqipëri, Kosovë, Vučić apo në Ballkan, në problemet, kam qenë kritik, ju e dini, në publike e qendrimet e mia, më duket totalisht e pavend, më duket e pamend, një gabim dhe rikthim në një rrobë të vjetër, siç ishte në Ballkanis, praktikisht kjo është një model, është e njëjtë mundësi. Nuk e kuptoj pse zoti Rama nuk e reziston tundimit për të zhytur në tilla marrëdhënie të paqarta me Beogradin dhe Vučićin. Përpjekja e parë me Open Balkan, mini Schengenin, mori përgjigje e pasë si përfundoi. Na konsumoi kohën në 4 vite, 5 vite ta duke kritikuar, komplikoi marrëdhëniet e Shqipërisë me Kosovën, po në fund rezultoi një nismë, e kuptoj që rezultoi një nismë e dështuar, nuk pati mbështetje as evropiane, pas amerikane në fundit. E kjo letër përbashkët me Vučićin për të bërë një, nuk ka rëndësi thelbi letrës, rëndësi ka mesazhi që jepet. Pra që Shqipëria e gjeka gjuhën për të bërë një letër përbashkët me Vučićin për integrimin evropian. Po njerëzit duhet ta dinë se Kosova është në mes, dhe Rama nuk mund ta bëjë sikur nuk ekziston Kosova në këtë mes. Njerëzit duhet ta dinë se Serbia në projektin, në procesin e integrimit evropian, ka një kapitull, që është kapitulli 35, që i kërkohet, para se të ndarsohet në një herë në jetë Serbia në Bashkimin Evropian, kapitulli 35 kërkon nga Serbia njohjen e Kosovës. Dhe është një kapitull veçantë për këtë gjë. Tani si mund të kërkojë Shqipëria një shortcut, një rrugë të shkurtër për Serbinë, që të ndarsohet bashkë me Shqipërinë në BE, duke bërë sikur të pa qenë problemin e Kosovës për Serbinë. Nga kjo pikë duket e pa kuptim, ju thash dhe e pa mend në vlerësimin tim,
kjo iniciative e ripërsëritur e Ramës, apo kjo deboles, kjo pafuqi e Ramës që hera herë i kthej kësaj marrëdhënie totalisht problematike me Vučić dhe me Beogradin. Shqipëria, si do t'jenë marrëdhënie midis dy kryeministrave, presidentëve, kryetarë parlamenteve, pavarësisht si do t'jenë, duhen apo nuk duhen, janë të detyruar të ecin të koordinuara në raport me interesat strategjike, në raport me kundërshtar strategjik, që është Serbia, me armiq strategjik, që është Serbia. Serbia pretendon territorin e Kosovës, suverenitetin e Kosovës. Si mundet Shqipëria të bëjë kaos përbashkët për BE me Serbinë, duke i hequr Kosovës një armë të mirë që ka në raport me Serbinë, që është procesi i integrimit dhe në 35, që Serbia ka detyrim ta plotësojë në Bruxelles. E Rama me atë letër duke sikur do t'i krijojë një shortcut, sikur do t'i krijojë një ashensor për ta kaluar pengesë. Më duket e pamendë, irracionale. Dhe nuk e kuptoj pse nuk vetë frenohet kryeministri Rama, më vjen po flas në titull personal. Pse nuk arrin të vetë frenohet ka këtyre tendencave. E provoj një Europën Ballkan e pa që nuk funksionon. Krijoi konflikt me Kosovën, krijoi konflikt brenda vendit, krijoi keq kuptime me miq ndërkombëtar. Ritenton prapë në këto skema. Nuk ka fare letra. Letra është një simbolik, mendoj. Po si mundet të mendosh të bësh ti? Çfarë do të thuash? Është pa kuptim në rastin më të mirë, është e gabuar në mënyrë absolute dhe do të ketë njëjtin rezultat siç kishte nisma më vonë Ballkan apo ajo marrëdhënie ashtu po. Krijon marrëdhënie distancë me Kosovën, lënë aneks Kosovën. Në rast se do të merret parasysh kjo letër nga Brukseli, nuk do të merret besoj, por në rast se do të merret parasysh, e humbur është Kosova, sepse Serbisë i lejohej i hiqja e ONU-ja e neni 35, kapitulli 35 negociatave të saj, që është detyrimi i Serbisë për të njohur Kosovën. Si mund t'i hapësh të pisë Kosovën, kësaj pikë të pisë Serbisë, duke mos llogaritur çfarë krijon mbrapa. Kuptoj fryma e bashkëpunimit, e nevoja e gjitha, po donë kuptoj edhe frymën e protagonizmit, e këtë liderizmit ndërkombëtar. Po çështja e Kosovës në mes, nuk mundet Edi Rama, as si lider i Shqipërisë të krijojë këtë marrëdhënie me Beogradin, përsa Kosova është në mes si problemi i madh kombëtar i pasgjedhur ende në raport me Serbinë. Ka gjë. Pra e shikon për te i kësaj, e kuptoj. E shikoj totalisht gabuar dëmtuese për Kosovën. Të më thënë, për që në sinjeri, shua dash për partitë personal, nuk dua të kem nesër kryeministri shqiptari, presidenti, kryeministri, kjo është bindja ime, se Edi Rama bën gabim fatal që të ndohet dhe të rriqet në këtë rrugën e marrëdhënies të çuditshme me Beogradin. Pikë mohabeti. Qartë. Mirë, ta mbyll me këtë. Faleminderit zoti Xollaku, besoj do të kemi sërish të kesh zhvillime interesante atje, do të gjesh kohën për ta sjell mjaft informacione, sepse nuk e di çfarë ndodh, po nga pjesa e zonjës Osmani ka shumë pak mbështetës në opinion bërje, të paktën në nivel analistësh. Kështu që këtë kam edhe si miqësore, duhet me menduar pak të. Nuk e kërkon presidenti këtë gjë, presidenti do të jetë deri në datën 5 prill presidenti në zyrë me gjitha funksionet. Nuk ka nevojë për analizë që mbrojnë as për betejë politike. Politika fillon, nëse do të angażohet, dhe unë besoj që po, fillon nga data 5. Nga datës 5, pastaj dëgjoni dhe prisni politikë. Deri në sot jemi në institucion dhe respektojmë në maksimumin detyrimin institucionale. Presidenti e para dhe gjithë tjerët i punojnë për të. Qartë, faleminderit, punë të mbarë. Përshëndes. Faleminderit unë.